Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, më kënaqësi të takojmë sërish edhe në këtë javë. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme e që lidhet me shëndetin e fëmijëve, pra për kujdesin që dhëmbët e tyre të jenë sa më të shëndetshëm që në moshë të hershme. Shpesh prindërit mendojnë se dhëmbët e qumshtit nuk kanë shumë rëndësi dhe me kalimin e kohës ata zëvendësohen me dhëmbë të përhershëm. Për këtë dhe shumë pyetje të tjera do të na sqaroj stomatologja Alban Krasniqi. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën, Arjeta. Doktoresh, duke qenë se shëndeti oral është shumë i rëndësishëm tek çdo njeri, cili është ai motivi për ta vazhduar pra studimin si stomatologe e fëmijëve? Motivi im kryesor ka qenë se shëndeti oral është një ndër faktor kryesor edhe mirëmbajtjes shëndetit të përgjithshëm. Ky ka qenë një shkas shumë i rëndësishëm edhe pjesa tjetër që unë gjatë kohës kom punu veç si stomatologe thjesht, pa qenë pjesë, pa marrë akoma specializimin, ka qenë ajo durimi, ai përkushtimi ndaj pacientëve më shumë të rritur. Edhe këtë kolegët e me vreshin këtë durimin tëm, që po e sfidoj vetën deri në maksimum, deri sa e përfundojsha një pacient, sidomos se te pjesa e stomatologjisë është pak më e ndihshme se pacientët janë më të friguar prej gjylpana, nuk është si pjesa e doktorave tjerë. Kështu që e kom vrejta durimin tim të madh, edhe për këtë arsye kom shkuar dhe kom zgjedhur pastaj dashnia ndaj fëmijëve, sidomos te pjesa kur u bona noën edhe ka qenë shtysa jam kryesore. Të fillojmë edhe tek vizita e parë e çdo fëmijëve, pra tek stomatologu. Kur duhet të bëhet dhe sa është e rëndësishme kjo vizitë? Vizitat e para tek stomatologu, sidomos tek pedodonti, janë mirë që të bëhen në vitin e parë të jetës së tyre. Pra në momentin që prindrit ose kujdestarët i vrejnë dhëmbët në gojë, pra dalja dhëmbëve të parë zakonisht bëhet qumshtit, bëhet në vitin e parë të jetës, pra në 6 mujorin e parë të jetës tyre, atëherë është mirë që të dërgohen tek stomatologu. Nuk do thotë që ata fëmijë kanë nevojë për intervenim ose diçka, mirë po e mira atyre është që marrin këshilla prej doktorit, si fëmijët ambientohen me vendin e punës, pastaj punës tonë, po mendoj, pastaj këshillat të cilet ju jep doktori prindërve për një higienë orale sa më të mirë, kontrollohen dhëmbë prezent, pastaj kontrollohen edhe mishrat e dhëmbëve, e kështu me radhë, aplikohen edhe disa metoda preventive nëse veç është nevoja dhe është arsyeshëm doktori. Meqenëse se i përmendë dhëmbët e qumshtit, shumë prindër pra mendojnë që nuk janë të rëndësishëm sepse ata bien zëvendësohen me dhëmbë të përhershëm. Sa është e vërtetë kjo? Kjo është veç një met që shumica, e sidomos në Kosovë tena, kjo është i zhvilluar si trend që hajtë se nuk i duhet kurrë se ndrohet. Jo, dhëmbët e qumshtit janë të rëndësishëm njëjtë sikurse dhëmbët e përhershëm. Nëse mirëmbahen dhëmbët e qumshtit, atëherë nuk do të kemi probleme as me dhëmbët e përhershëm. Dhëmbët e qumshtit pra ndikojnë shumë në daljen edhe dhëmbëve të përhershëm. Janë rrojtës të hapësirës shumë të mirë për daljen e dhëmbëve të përhershëm. Nëse dhëmbi i qumshtit ka më qenë prezant deri në momentin që fillon për me dal dhëmbi i përhershëm, atëherë dhëmbi i përhershëm do të dalë në pozitën normale të cilët duhet jetë. Pra i eliminojmë shumë pjesën e ortodoncisë ose aparateve ortodontike, të cilat nëse veç janë nxjerrë ata dhëmbë, atëherë dhëmbët ndryshojnë pozitën, pra dalja e dhëmbëve të përhershëm veç ndryshon pozitën, nuk dalë në pozitën që duhet dalë, mund paraqiten edhe anomali gjatë rritjes së zhvillimit të dhëmbëve, kështu që duhet kushtu shumë rëndësi njëjtë pra sikurse dhëmbëve të përhershëm. Edhe dhëmbët e qumshtit rregullohen sikurse dhëmbët e përhershëm. Po, sa duhet me qenë prind aktiv që të kujdesin për dhëmbët e fëmijëve? Faktori këç, edhe në momentin që të vjen në ordinancë një fëmijë që i ka dhëmbët e qumshtit në rregull, atëherë dihet edhe për kushtime i prindërve. Prandaj tek fëmijët, këç janë prindërit ose kujdestarët e tyre. Është shumë e rëndësishme që të bëhet pastrimi atyre dhëmbëve me metodat dhe mënyrat adekuate të cilet duhet bëhen. Së paku 2 herë në ditë. Duhet prindërit t'i motivojnë edhe t'i stimulojnë fëmijët e tyre për një higienë orale sa më të mirë. Duke i pa prindërit edhe fëmijët e mirëmbajnë higjienën orale në mënyrën të cilën duhet. Pastaj ki edhe metoda tjera të cilet mundesh me stimulu prindërit, mundesh t'i stimulojsh fëmijët për higjienën orale sa më të mirë, se unë shoh te fëmijët e me, për shembull ata kanë një pritesë, në momentin që i marri pastroj dhëmbë me ta, atëherë janë edhe ata më aktiv edhe një farë mënyrë ndikojnë edhe tek unë pastaj për me kriju si shprehjen edhe si zakon që të pastrohen dhëmbët së paku 2 herë brenda ditës.
Po sa janë të rëndësishme vizitat tek stomatologu duke qenë se fëmijët vetë se kanë frikë për vizitën? Sa duhet ta kenë këtë vizitë dhe si duhet ta menaxhojnë prindrit këtë situatë? Prap po kaloj tek prindrit. Prindrit e kanë rolin këtë, se shumicën e prindërve na i dëgjojmë që frikën më të madhe fëmijëve ja shtin prej doktorit, jo se çojnë atë doktore, ta hek dhambin doktori, kjo është një zakon shumë i keq. Për shtë arsye vjen deri te problemi pastaj që fëmijët hezitojnë për më ardhë në klinik edhe se dëgjojnë prindrin në këtë rast. Është shumë e rëndësishme që të menjanohet ky trend që po shkon që jo mi dërgu te doktori për dhimbje, jo mi dërgu kur kam probleme, esenca është që dërgohen bëhen pra kontrolla rutinore. Çdo 6 muaj, nuk do të thotë që kena nevojë çdo herë me intervenu çdo 6 muaj, mirë po krijohet ajo shprehia, krijohet ai zakoni që e shikon vendin e punës, ambientohet me vendin e punës, pastaj familiarizohet me doktorin edhe eventualisht jepen këshilla dhe prej anës doktorit ose marren edhe masa preventive që mos vjen deri te paraqitja e sëmundjeve të dhëmbit ose edhe mishrave tyre. Po në këtë rast sa është e rëndësishme dhe sjellja e stomatologut me një fëmijë? Po roli këç pastaj është edhe i doktorit ose i pedodontit. Gjithmonë duhesh me shikuat fëmijë si fëmin tënd. Me kuptu edhe dhimbjen, edhe atë paknacin ndaj teje që kanë, duhesh të familiarizohesh shumë me ata fëmijë, saqë ka një herë qatë shumë lidhen me doktora dhe fëmijët, sa nuk e ke idenë sa tafërt i ndjejmë na ata fëmijën. Është mirë që çdo herë krijohet ai raporti shoqëror me ta. Nuk do të thotë që do të vjen te doktori, po do të vjen te Albana. Edhe ai nin knacinë dhe lirohet shumë tek ne. Po cilat janë ato shenja, domethënë kur një fëmijë ka përgjend një dhëmb dhe do ta vizitojnë stomatologun? Zakonisht paraqitet dhimbja, nëse veç ka kalu në për ato stadet e prishjes dhëmbëve që ka ardhi te pulpitet ose te prishja e thellë e dhëmbet. Atëherë ajo është shenjë alarmante që ti me patjetër duhesh me dërgu fëmin tek stomatologu. Mirë po ki edhe e vren ato njollat e bardha në për dhëmb. Nëse veç fillojnë tek fëmijët ato njollat e bardha, atëherë patjetër duhesh me dërgu te stomatologu, pastaj stomatologu e shet arsyeshëm me ndreqjen atyre dhëmbëve ose veç me aplikimin e metodave preventive, e shet se çka duhet bëhet te ato raste. Pastaj kemi edhe frakturat që janë shumë prezente te fëmia ose të dhëmbëve që zakonisht din mu paraqit shumë shpesh tek fëmijët duke lozur ose diçka mundën murxu edhe vjen deri te frakturat e atyre dhëmbëve. Ki pastaj inflamacionet e mishit dhëmbëve ose edhe ndonjë problem tjetër që njollat e zeza në dhëmbë, këto. Po a ka ndonjë ndryshim pra për pastrimin e dhëmbëve tek fëmijët dhe të rriturit? A ka teknika që ndryshojnë? Teknikat dhe metodat janë pothuajse të njëjta me të rriturit, mirë po duhet tek fëmijë duhet kemi parasysh që brusha duhet janë pak më të vogla. Zakonisht kur i blejnë ato brusha për fëmijët tanë i vrejna për çfarë moshe është, na shkruan edhe në paketime, duhet jenë brusha pra më të vogla, me fije më të buta, jo të forta sa i përdorum ne. Sasia pastës duhet jetë më minimale, pra përfshirë sa një koka një bizele, që mos marrim sasit pa nevojshme të pastës, edhe kështu, ndërsa për metoda janë pothuajse të njëjta me teknikat dhe metodat që i përdorëm edhe ne të rriturit. Mënyrë rrotulluese është shumë më mirë të pastrohen, duke mos janë shkaluar edhe gingiven ose mishin e dhëmbëve, gjuhën e kështu me radhë. Doktoreshi, kemi edhe anestezionet që zakonisht i përdorin tek fëmijët, ndonjëherë edhe jo. Si janë të preferueshme dhe çfarë duhet të bëhet në këtë rast? Po varet prej rastit, ka njerë është shumë më mirë të përdoret anestezioni në mënyrë që të menjanohen ato traumat ose ato dhimbjet që mundet mi pas fëmija, mirë po varësisht prej gjendjes fëmijës e prej gjendjes dhëmbet. Do më thotë doktori stomatolog e shet arsyeshëm a ka nevojë për mi jap anestezion ose jo, nuk do thotë që anestezioni është i dëmshëm. Anestezioni jepet tek fëmijët në bazë të peshës trupore tyre edhe në bazë të moshës fëmijës, kështu që nuk kemi nevojë të frikojmë nëse veç fëmija jonë ka nevojë për me marrë anestezion gjatë një ndërhyrje. Është shumë normale, s'kemi çka të merakosemi. Ka prej atyre fëmijëve që nuk dëshirojnë të marrin ose prindrit edhe nuk e lejojnë këtë? Po ka prej atyre prindve që hezitojnë, mirë po një doktor i mirë ja shpjegojnë prindit që nuk është ajo kur gjë për fëmijën e vet, se ma mirë është me marrë një anestezion gjithmonë nëse e shohim të arsyeshëm ato.
se sa me shku me ka shkaktu traumat ai fëmija dhe duke eliminu anestezionin, dhimbja është shumë e madhe se sa e një pickimit vogël gjatë kohës sa e merr anestezione. Të ndalim pak edhe tek sëmundjet e dhëmbëve, cilat janë ato, mund të na sqarosh? Zakonisht tek fëmijët din mu paraqit shumë kariesi ose prishja e dhëmbëve, jo veç tek fëmijët, po tek edhe të rriturit, të dhëmbët e qumshtit, të dhëmbët e përhershëm, din ato, si thash më herët, fillojnë ato njollat e bardha, nëse veç prindët i vrejnë ato njollat e bardha në fillim, atëherët edhe problemi, edhe puna letohet shumë lehtë edhe tek ne, mirë po fëmija s'pëson trauma. Pra është kariesi që është njëra ndër sëmundjet më të përhapura në botë. Pastaj kemi edhe inflamimin e gingives, pastaj mund binë edhe probleme tjera që janë anomalit gjatë kohës daljes dhëmbëve, kështu me radhë, pulpitet, paradontitet e Po, tjera. po deri në cilën moshë do që një fëmijë t'i ketë të gjithë dhëmbët që i ka të dalën? Zakonisht pra dalja e dhëmbëve të qumshtit do të fillohet në moshën 6 mujore. Atëherë kur veç fillon dalja e incizeve ose e dhëmbëve të parë poshtë, edhe ato fillohet me një higjen, propozohet që zakonisht bëhet me ato brusha që janë nanat që mundin mi vendosë në gisht, me ujë të rrjadh shumë mundin mi pastru, edhe pjesa e gingivës, pastaj te dalja e dhëmbëve të përhershëm veç fillon moshën 6 vjeçare, edhe fillon të kompletohet rand harku. Pra veç bin këta dhëmbët e qumshtit edhe dalin dhëmbët e përhershëm, edhe ato e mire tyne është që këta dhëmbët e qumshtit nëse veç janë në rregull, ata shkojnë edhe absorbohen ose gryhen dhëmbët e rrënjet e dhëmbëve të qumshtit, nuk kanë trauma gjatë largimit tyre. Është një procedurë shumë e lehtë, e padhëmshme, gjithmonë nëse s'ka nevojë për nxjerrje ma traumatike ose nëse s'ka pas probleme çaj dhëmbë ose diçka. Mirë, po këto gjithmonë arrihen nëse mirë bëhet një higjenë orale shumë e mirë. Po ka edhe pra atyre fëmijëve që vonohen dalja e dhëmbit, po mendoj. Çfarë duhet të veprojnë prindërit, se i shohim që janë edhe më shumë të friksuar në këtë gjendje? Është normale, nuk është, kjo është variable, nuk do të thotë që strekt një fëmijë në moshën 6 mujore veç ka me fillu për me dalë dhëmbe qumshtet. Mundet me ndodhë deri në vitin e parë të jetës nuk ka filluar. Është normale, varet prej folikulit dhëmbet ose ajo bepa e dhëmbet sa është larg harku dhëmbëve për me dalë, kështu që gradualisht aja veç në rritje dhe zhvillim e sipër aja veç fillon për me dalë. Nuk është diçka për me shqetësu, gjithmonë edhe me konsultat edhe me bisedimet të cilët i bojnë ana me doktora, ata ja spjegojnë shumë më mirë në mënyrë ma detajume për këto probleme nëse veç ekzistojnë, po kjo është diçka që është e kalueshme. Fillon del dhëmbë. Po tek kontrollat rutinore, çfarë duhet të bëjnë, duke qenë se edhe të rriturit po ashtu mund të janë shkalojnë këto, por edhe tek fëmijët? Po si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmijët është e rëndësishme që të bëhen kontrolla rutinore. Zakonisht ato na i propozojmë që të bëhen çdo 6 muaj, në mënyrë që të kontrollohen harku i dhëmbëve, tash te procesi i rritjes së zhvillimit të fëmijëve dhe rritja dhe zhvillimi i dhëmbëve ndodh njëjtë. Është mirë që të kontrollohen se a janë dhëmbë të gjithë dhëmbë prezent, a ka ngel ndonjë dhëmbë në hark që nuk po mundet me dalë, a është ndonjë dhëmbë i qumshtit për shembull në hark që nuk po lejon dhëmbët e përhershëm për me dalë, çaj folikuli ose çajo bepa e dhëmbëve a është në pozitën adekuate për me dalë në hark, pastaj kontrollohet higjiena e fëmijëve, stimulohen fëmijët për një higjenë më orale më të mirë, ja spjegojnë se si do të mbahet higjiena orale sa më e mirë, jepen këshilla të ndryshme, për këtë arsye është shumë mirë që të bëhen kontrolla rutinore çdo 6 muaj. Teksova edhe më herët që nuk do të thotë se çdo herë ki nevojë për me bëj intervenime tek ata dhëmbë. Mirë, po nëse bëhen këto kontrolla rutinore çdo 6 muaj, atëherë kemi pas një jetë gjatësi dhëmbëve shumë të madhe. Jo sa e kena prezent tash, po shumë është të madhe se sa është tash. Gjatë tyre na ju aplikojna dhe ju propozojna për mi bëhe dhe disa metoda preventive. Nëse preventiva është gjithmonë nivelin adekuat, atëherë komu menjanu prishje të dhëmbëve ose çdo problem tjetër eventual në gojë. Zakonisht shkojna me vulosjen e fisurave ose edhe me fluorizimin e dhëmbëve. Këto janë ndër metodat kyçe që nuk bëhen veç te fëmija, po na i propozojnë edhe të rriturve më bë. Vulosja e fisurave bëhet nëpër dhëmbë sipërfaqet kafshuese të dhëmbëve anësor.
aplikohen disa produkte e preparate ku nuk i lejojnë depozitimin e ushqimet në ato sipërfaqe dhëmbe, pra nuk lejojnë për me mbet ushqime edhe nuk vjen deri te prishja e dhëmbëve, se ushqimi edhe dhëmbë nuk e kanë kontaktin direkt, aty i pengon pra një shtresë. Gjithashtu edhe florizimi i dhëmbëve është metodë shumë e mirë, janë disa llaçe të cilet lyhen gjitha sipërfaqet e dhëmbëve, edhe janë si mbrojtës e bakterie, mikroorganizëm ndryshëm. Të ndalemi pak edhe tek protezat që i vendosin fëmijët. Sa janë të rëndësishme duke qenë se edhe gjysma e prindërve anashkalojnë edhe këtë pjesën e protezave, duke qenë se ka kohë ma vonë i bëhen më mirë, si duhet të veprojnë? Nëse veç shkojmë e kontrollojmë dhëmbët e qumshtit, dalin dhëmbët e përhershëm në hark, në pozitën adekuate, gjatë kohës sa janë prezente dhe dhëmbët e qumshtit, ato dalin dhëmbët e përhershëm, atëherë menjanohet kjo pjesa e protezave, nuk ka nevojë të vendosen se dhëmbi veç ka arrit harku normal. Mirë po në rast të ndodhë ndonjë anomali e pozitës dhëmbëve, atëherë patjetër janë të orientuar për me vendos proteza, këtë pjesë më shumë e bën pjesa e ortodoncisë, edhe do të thotë që është shumë e rëndësishme të kontrollohet edhe kafshimi i dhëmbëve se a janë rregulla e kafshëm ose jo. Po sa ndikojnë dhëmbët e parë në zhvillimin e shëndetshëm tek fëmijët? Dhëmbët e parë tash na kuptojmë dhëmbët e qumshtit. Këta dhëmbët e qumshtit janë shumë të rëndësishëm edhe siç theksova për daljen e dhëmbëve të përhershëm. Nëse veç ata kanë dalë siç dohet, janë rujt siç dohet, janë dhëmbë të paprishën, atëherë edhe dhëmbët e përhershëm dalin pozitën adekuate tyre. Edhe nuk do të ketë problem se ajo veç u kriju, ajo shprehia për një higienë orale, se i ka rujt disa vite, i runë edhe këta dhëmbët e përhershëm pastaj. Po, të ndalemi pak edhe tek ushqimet. Cilat janë ato ushqime që duhet t'i anashkalojnë fëmijët të mos i hajnë, duke qenë se prapë është ajo prishja e dhëmbit që ju bëhet? Faktor keq në prishjen e dhëmbëve është edhe ushqime. Zakonisht fëmijët janë të orientuar më shumë ka pjesa e ëmbëlsirave, ushqimeve të ngjitshme, çamçakëzeve, bomboneve të ndryshme. Këta janë faktor keq për shkaktimin e prishjes së dhëmbëve. Është mirë që të menjanohen, nuk ju them që s'duhet me hangër ëmbëlsira kur, mirë po ju propozoj gjithmonë që të hajnë mas shujtave ushqimore. Përfundon ushqimin, e hani ëmbëlsirë, e praktikon higjienën orale, i pastron pra dhëmbët, pastaj mundet me najmë një gojë shumë fresë, shumë mirë edhe s'ka nevojë do me të asë me ndërprej atë pjesën e ëmbëlsirave, mirë po edhe dhëmbët i ka të shëndetshëm. Mirë është që të përdoren ushqime që djathi, kose, këto janë ushqime shumë të favorshme për dhëmbët. Pemat, perimet e ndryshme, molla ka një faktor keq edhe për pastrimin e dhëmbëve. Kjo. Po, doktoresh, për fund të këtij emisioni, cilat janë ato 3 këshillat më të rëndësishme që ju jepni prindërve për kujdesin e dhëmbëve të fëmijëve? Këshillat që ju japi prindërve gjithashtu edhe fëmijëve është që të mirëmbahet një higienë orale sa më e mirë. Mirë po nganjëherë ka edhe fëmijë që thotë që i pastroj spaku 2 herë në ditë, mirë po nuk e ka atë metodën. Unë ju them që të hinë të paktën në internet edhe t'i kqyrin ato metodat cile duhet bëhet pastrimi i dhëmbëve, se i pastrojnë, po nuk i pastrojnë gjitha sipërfaqet, siç dohet, i anashkalojnë mishin e dhëmbëve, i anashkalojnë pjesën e gjuhës, mirë po le ta bëjnë të paktën 2 herë në ditë, mirë po me metodat adekuate. Prindërit i këshilloj që t'i blejnë ato orat me rërë që janë edhe të bëhet pastrimi i dhëmbëve së paku 2 deri në 3 minuta gjatë ditës. Derisa të bjen ajo rëra në pjesën e poshtme, ata t'i pastrojnë dhëmbët. Pastaj të bëjnë kontrolla rutinore, nëse kontrollat rutinore bëhen çdo 6 muaj, atëherë edhe munden me anashkalu që ato prishjet e dhëmbëve dhe traumat që munden me psu fëmijë atyne prej doktorave. Jo që e bëjmë na me vetdije, mirë po s'kem çare prapë se pa jep një anestezian ose diçka që te shumë fëmijë shkakton edhe trauma ajo pjetë. Kështu që kjo. Alban, faleminderit shumë për të gjitha këto këshilla dhe informacione që i dhe për shikuesit tanë. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.